Veprat që e kënaqin Allahun në Ramazan. Ramazani nuk është i vetmi muaj i urisë, por muaj i pastrimit të zemrës, sepse jo çdo agjërim është i pranuar dhe jo çdo uri është adhurim. Veprat që e kënaqin Allahun në Ramazan janë ato që burojnë nga sinqeriteti dhe shoqërohen me moral të lartë. Veprat më të dashura në Ramazan. Në krye të tyre qëndron namazi. Namazi në kohë me përkushtim, sepse ai është shtylla e fesë dhe drita e zemrës. Pastaj vjen leximi i Kuranit, libri që zbriti pikërisht në këtë muaj. Edhe pak ajete në ditë, por me zemër të hapur dhe mendje të përqendruar. Sadakaja dhe bamirësia janë tër veprat më të dashura në Ramazan. Një kafshat për një agjërues, një ndihmë për një të varfër, një buzëqeshje për dikë të mërzitur. Muhamedi alayhi salam ishte më bujari i njerëzve, dhe në Ramazan bujaria e tij shtohej edhe më shumë. Çfarë duhet të kemi parasysh në Ramazan? Agjërimi nuk humbet vetëm nga ushqimi, por nga gjuha, syt dhe sjellja. Përgojimi e gërryen shpërblimin, gënjeshtra e zbraz agjërimin, zemrimi e errëson shpirtin. Nëse agjërojmë me barkun, por jo me gjuhën dhe zemrën, atëherë kemi vetëm uri, jo shpërblim. Ramazani kërkon durim në sprova, qetësi në zemrim, falje ndaj të tjerëve, sepse kush fal në Ramazan, i afrohet faljes së Allahut. Ramazani është mundësi, jo garanci. Ai kalon shpejt, por gjurmët që lënë në zemër mbeten. Le ta ruajmë agjërimin ton nga gjithçka që e zbraz vlerën e tij, dhe ta mbushim Ramazanin me vepra që e kënaqin Allahun, sepse agjërimi i pranuar nuk ndryshon vetëm ditën tonë, por ndryshon jetën tonë.